Realisht ne jetojmë në një realitet ku jeta edhe lodhja është bërë normalitet. Stresi është bërë pjesë e identitetit tonë. Dhe harresa ndaj vetes, çfarë ndodh? Është kultura po harrojmë që të merremi me veten. Imagjinoni sikur të jetojmë në 24 orëshin tonë, në kohën që jemi të zgjuar, sikur të jetonim 1 orë të paktën pa telefon. 1 orë të përkushtoheshim për trupin tonë, ose të paktën për mendjen tonë për të marrë frymë më mirë. Ose 1 orë që nuk i takon askujt që po ja falim, po i takon vetes tonë. Si e mendoni? A do të ishim më të qetë si njerëz, si individ, si shoqëri? A do të ishim më të shëndetshëm, apo ta quajmë ndoshta edhe më të durueshëm, ose a do të ishim edhe më të lumturueshëm, Pra miq dashur, më thoni sot, a është e nevojshme që t'japim 1 orë luks nga kjo përditshmëria jonë, të shkëputemi dhe t'ja përkushtojmë vetes tonë? Mbase mund duket pak si egoizëm, po jo, nuk është, t'japim rëndësi vetes që të reflektojmë nesër më mirë, që të mos kemi halle. Mos përkushtohemi shumë tek makinë